Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet tona e takojnë Allahut mëndueshëm, salavatet bekimet për herë Muhamedit alayhis salam. Do mundohemi në këtë seri ligjërata të shkurtra gjithmonë të nxjerrim disa cicërrima mësime, të cilat na jep surja Isra. Një surja Isra është sura e bukur, e begat, me shumë mësime për brenda, të cilat na orientojnë, na mësojnë, na udhëzojnë, na inspirojnë, në vazhdimsi na nxisin, në vazhdimsi na ngasmojnë që të rikthehemi vetveteve tona, në veçanti këtë muaj të begat, në veçanti në këtë muaj shumë specifik, shumë unik, mbi gjitha unikal, i dallueshëm, i përdallueshëm nga secili muaj dhe nga, le të themi, secila fest ose eveniment ose synim ose, si më thon, vend ku njerëzit bashkohen, të bohen, angazhohen, synojnë në të, nëpërmjet tij të arrijnë diçka më të veçantë, më ndryshe nga secili muaj, nga secili vend, nga secila premisë ose ku e diun në raport me, le të themi, me bindjet, me qëllimet, me mëtimet, me dëshirat edhe me aspiratat e tyre. Një surja Isra është sura begat, nëse mundemi me i përmend vetëm 3 specifika. Surja Isra ose surja, ose si më thon, nocioni Kur'an, më së shumti si term përmendet edhe theksohet tek surja Isra. Në anën tjetër, e njëjta gjë vlen edhe me termin edhe me nocionin njeri. Po ashtu Allah i mëndueshëm njeriu e përmend më së shumti, më së tepërti tek surja Isra, sure e begat, sure e mbushur, e rrethuar, edhe e përthekuar me shumë mësime edhe orientime. Në anën tjetër, Allah i mëndueshëm brenda surës Isra i përmend shumë Ben Israilit. Andaj një prej emrave të surës Isra është, ose quhet ndryshe, emërtohet ndryshe surja Isra, edhe si surja e Beni Israilëve, apo e bijve të Jakubit, ose domethënë izraelitëve. Një prej emrave që Allah domethënë që specifikohet, dallohet dhe veçohet surja Isra, është edhe ajo që kjo sure emërtohet edhe ndryshe edhe si surja e Beni Israilëve. E përmendëm pak më parë, domethënë që më së shumti që Allah i mëndueshëm e thekson, e përmend Kur'anin është pikërisht tek surja Isra. Në anën tjetër e përmend edhe njeriu. Pra vëllezër, sa është e rëndësishme që ne ta krijojmë një lloj kështu raporti shumë të veçantë, shumë më ndryshe me Kur'anin, në mënyrë që edhe jeta, edhe synimet, edhe mëtimet, edhe angazhimet, edhe punët, edhe qëllimet, edhe gjitha gjërat tjera, si më thon, të jenë në vazhdimsi, si më thon, të kulluara në vazhdimsi, të jenë, si më thon, të qeltërta, dhe në vazhdimsi të mundohemi të ripërtrim ato nëpërmjet angazhimit, nëpërmjet meditimit, nëpërmjet këtij bashkëshoqërimi që në vazhdimsi e krijojmë, e bëjmë edhe ecim bashkërisht me të në jetën edhe punët tona. Andaj një prej gjërave që na jep surja Isra është një nevoja, domethënë, me kriju raport të veçantë me Kur'anin. Andaj subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Shikoni domethënë lidhjen, si më thon, të veçantë që duhet ta kemi me librin e Allahut mëndueshëm. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i mëndueshëm e morri sipër atje në qiell në mënyrë që t'ia jap disa mësime, direktiva, orientime, këshilla mbi gjithë ta mush me frymëzim, me qëndrueshmëri edhe me pathyeshmëri pikërisht nëpërmjet Kur'anit. Andaj nëse studiojmë surën Isra, një prej gjërave që Allahu i mëndueshëm ja cek ose i qaset shumë specifikisht Muhamedit alayhis salam është pikërisht që në mejdan qëndron urtësia. Pra së cilës inshallah do të flasim në një ligjërat të veçantë kushtuar asaj. Pra sa është e rëndësishme ne si musliman me kriju raport të veçantë me librin e Zotit xhelle xhelaluhu. Andaj nevoja me kriju raport të veçantë me Kur'anin është e patjetërsueshme, është e pazëvendësueshme. Ne duhet të mundu vazhdimsi gjithsesi. Edhe ata që dinë arabishtën, edhe ata që nuk e dinë arabishtën, vëllezër, burimi, frymëzimi tonë, qëndrueshmërisë tonë, ngritjes tonë, lartësimit tonë, fesnikrimit tonë është pikërisht ose qëndron edhe maten gjitha këto edhe ngriten edhe furnizohen edhe mirëmbahen pikërisht me atë edhe mbi atë se sa jemi të lidhur me Kur'anin edhe me mësimet edhe me postulatet e tij. Kjo është, si më thon, ajo pjesa e parë. Nëse mundem të them surja Isra, e cila e ngërthen atë hartën
se mundemi me thënë hartën 15 pikëshe, nëpërmjet së cilës ecë një umet, një popull, ngritet edhe lartësohet, ne do mundohemi t'i përmendim 4 qëllime, nga meditimi, nga leximi, ne do mundohemi t'i përmendim 4 qëllime të kësaj sureje për dalë tek ai meditimi ose tek ai ligjërata e parë, rreth do kushtuar muajit të begat, muajit Ramazanit, i cili realisht është muaji i Kur'anit. Dhe vlera e muajit Ramazan dhe qëndron pikërisht për shkak të Kur'anit. Andaj shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Që vetëm se si e merr atë vëmendjen, edhe kahjen, edhe le themi vështrimet, edhe atë pjesën kur, si më thon, njerëzit i kthehen asaj me gjithë qendjen e tyre, ato që të kuptojnë sa më tepër sa më shumë. Edhe alladhi unzila fihi al-Quran. Sigurisht Allah i madhueshëm këtë e shpërfaq madhështinë e Kur'anit. Pra qëllimi i këtij muaji është pikërisht, ose madhështia e këtij muaji matet, a kupton, edhe nëpërmjet, si më thon, kësaj gjëje ngritet dhe lartësohet, është pikërisht shkaku i Kur'anit, shkaku i këtij libri madhështor. Andaj shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sigurisht nëse mundem me thon kështu, muaji i Ramazan është, si më thon, le themi finaliteti i qëllimit edhe i udhëtimit edhe këtij rrugtimi një mujor. Ama në anën tjetër ne arrim te ky finalitet, arrim ta perfeksionojmë, ta përkryejmë pikërisht nëpërmjet lidhjes, pikërisht nëpërmjet dritës edhe ndriçimit të Kur'anit. Andaj surja Isra, nëse mundemi me thënë, si sure e Kur'anit, si sure e njeriut, duke ndërlidhur pastaj edhe me kontekstet edhe me pjesët e tjera të Kur'anit, i ka përgjithsisht 4 qëllime. Së pari, kjo sure, me atë hartën 15 pikëshe, e formson kutin se si ecet përpara dhe se si ndërtohet shoqëria. Realisht nëse e marrim surën Isra nga fillimi deri në fund, ne e shohim një lloj kështu shpjegimi, një lloj kështu ndërthurje të këshillave, të orientimeve, të problemeve, si më të realiteteve të njerëzve, realisht e ndërthur Allah i madhueshëm në tërësi dhe në plotni, si më thon, atë grumbullin edhe këtë korpus të këshillave dhe të orientimeve dhe mësimeve të urdhrave, edhe të, le themi, kritikave, çortimeve, alarmimeve, vrejtjeve, që realisht nëse një umet, një popull ose një individ fillimisht i përmbahet dhe ju përmbahen këtyre këshillave, padyshim ai individ edhe ajo shoqëri ecën përpara, si më thon, suksesshëm. Pra, formson kutin se si ecet përpara dhe se si ndërtohet shoqëria. Kjo është e para. E dyta, nëse mundem me thon që në fillim, subhanalladhi, me atë burimin e foljes, alladhi asra. Domethënë surja Isra meriton quhet edhe si sure e progresit, e ecjes dhe ngadhimit. Dhe realisht është çudi subhanallahu madhum i sjell ben Israilit këtu. Wa qadayna ila bani Israil. Allahu nëpërmjet ben Israilve duke ju folur dhe duke diskutuar me Kurejshët, na flet edhe neve. Ma nëpërmjet ben Israilve duke ju folur Kurejshëve, na flet edhe neve, realisht se si ndërtohet dhe se si mirëmbahet një shoqëri pa cene, pa pengesa, edhe si më thon, pa pasur diçka kështu që e stopon ose e ngadalson udhimin edhe progresin. Në anën tjetër, kjo sure na tregon natyrshmërinë e kësaj bote. Natyrshmërinë e kësaj bote, realitetin e saj, kohezionin e saj, sfidat e saj, qëllimet edhe kuptimet e kësaj bote, arsyen pse është krijuar, dhe si rrjedhoi pastaj edhe natyrshmërinë, edhe natyrën, edhe botkuptimet, edhe atë strukturën, edhe konstruktin e njeriu. Dhe në anën tjetër, sikur se na thotë kjo sure se shoqëria pa këtë hartë e humb të ruan, e humb rrugën, e humb, si më thon, destinacionin. Kjo është e para. E nëse mundemi tash gjithë këtë hyrje, këtë panoramë, këtë pasazh me mujt me ndërlidh me muajin Ramazan. Nëse mundemi me u shpreh, me e përmbledh, me e përkufizu këtë hyrje kështu, nevoja për udhërrëfyes, libër edhe hartë. Pra, realisht nëse duam të ecim, nëse duam të përparojmë, nëse duam të kemi sukses, të kemi bollok, të kemi mirëqenie, të kemi drejtësi, të kemi meritokraci, e kështu me radhë, vëllezër, duhet me pas ai popull, ai shoqëri në veçanti e respektivisht
ne si kam në Kosovë, në Shqipëri, në veçanti, po edhe shqiptarët kudo që janë, pra nevoja për udhërrëfyes libër edhe hartë. Shikone i dërguar Zoti i Madhëshëm, po e dërgon pejgamberin alayhis salam në Kuc, nga Kuci po e ngrit në qiell, ke spari. S'dyti komplet surja nuk na flet më për Isra'un dhe Mirazhin. E lën nëse mundi më thonë kështu domthon hije. Na vije pak më vonë, pasi që jep shumë orientime, shumë udhëzime, e kundërvyhet kurejshve, kurthëve, botkuptimeve, angazhimeve, politikave, propagandës tyre, Allah i Madhëshëm shumë më vonë. Nëse mundi me thonë kur kanë kaluar më 2/3 e surës, e përmend vetëm edhe një herë Isra'un dhe Mirazhin. Realisht qëllimi pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shkuar në qiell është pikërisht kjo. Do që të ketë udhërrëfyes, që të marrë liber, a kupton. Edhe mbi të gjitha ta marrë këtë hartën, se realisht vëllezër, kjo harta cilën do mundohemi, si më thon, shkurtimisht, edhe në disa ligjërata s'është po gjithmonë duke e pasur parasysh që të jenë sa më të shkurtra për shkak të kohës, edhe për shkak të pamundësisë që të bëjmë gjithnjë më tepër ligjërata kështu më radh, po mundohemi ti bëjmë, ti ngjizojmë, ti përmbledhim një herësh. Realisht ka qenë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta marr hartën edhe ti marr orientimet në mënyrë që si më thon populli i tij, shoqëria e tij, vetë ai spari duke qenë bosull, ndriçim edhe pasqyrë për popullin, të jenë kompakt, të ekzistojë një kompaktësie në popull dhe shoqëri, në që t'ia dalin karshit secilës sfidë. Andaj kjo është e para. Subhanalladhi asra. Allah i Madhëshëm e përmbledh historinë, ngjarjen, përvojën, ecjen, rrugtimin, udhtimin e pejgamberit alayhis salam me ndonjë ajeti. Që thot Allah i Madhëshëm më pas, wa atayna Musa al-kitab, dhe ne ja dham Musa alayhis salam librin, el-kitab, e ka thënë me el. Sigurisht i bie vëllezër kështu. Ky libër, domethënë konkretisht Tevrati, realisht i ngërthejnë gjitha kuptimet, gjitha orientimet, udhëzimet, synimet, nevojat, betejat, problemet, sfidat, i ngërthen, i shtjellon, i problematizon, u gjen zgjidhje, nëse janë, si më thon, gjëra të dëmshme, ju kundërvyhet atyre, atu ku ka nevojë domethënë që të shtjellohet, e shtjellon, atu ku ka nevojë domethënë që ta shkoqit, e kështu me radhë. Pra është një libër i cili realisht është libër kompakt, është libër i ndërthurur, është libër domethënë simetrik. Wa ja'alnahu huda, këtu e ka put pashua, për shkak të nevojës gjuhës, për shkak të si më thon të asaj pjesës të mishnimit, të kuptimeve edhe të ndërtimit fjalëve. Wa ja'alnahu huda, dhe Tevratin e ka bërë udhëzim. Udhëzim domethënë universal, botror, për gjitha problemet, për gjitha sfidat, domethënë e ka bërë burim të pazëvendësueshëm, edhe si më thon, burim qendror. A kupton? Qendror domethënë ku në vazhdimsi muslimanët Ben Israele konkretisht me Musa alayhis salam kthehen, këshillohen, vëdësohen, reflektojnë, meditojnë, e përsjatin, e studiojnë, angazhohen, i shkëmbejnë mendimet, meditimet, ato pikë vështrimet, pikë pamjet e kështu me radhë, mon ka shilib, o ja'alnahu hudan li bani Israil. Domethënë nevoja që ata të kenë udhërrëfyes, që ata të kenë, si më thon, dritë, të kenë ndriçim, ndriçues, prirs, edhe udhëheqës, o ja'alnahu hudan li bani Israil. Andaj kjo është e para. Domethënë Allah i Madhëshëm kur po e zbret Kur'anin tek surja Al-Baqara, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Realisht e shfaq nevojën e madhe të një populli për të pasur, a kupton, dhe për të qenë ai popull gjithmonë e përherë domethënë i prirur, edhe popull me të cilit i prin një lider, një udhëheqës i cili si piknisje, si busull, si udhërrëfyes padyshim e ka librin i cili brenda vetes padyshim ngërthen edhe si më thon merr edhe përthith në vazhdimsi këshilla, orientime dhe udhëzime të cilat i duhen dhe i nevojiten një popull. Allah i Madhëshëm i sill këtu Ben Israilit tek surja Isra. Në anën tjetër synimi është që të diskutoj e që t'u paraqes këtyre këtë nevojë domthon kurejshve. Ata janë si më thon synim. Andaj surja në tërësi nëse e shohim, domthon janë për qëllim ata. Janë për qëllim Ben Israilit, domthon kurejshët nëpërmjet Ben Israilit. Allah i Madhëshëm sjell diçka nga historia në mënyrë që t'u përkujtoj kurejshve këtësinë e tyre ose nivelin
tek i cili si më thonë kanë zbritur, ose e tregon nivelin e ulët në të cilin janë degraduar. Unë do mundohem në ligjëratën tjetër që mos ta zgjas, mos jetë si më thonë ndoshta e gjatë dhe si më thonë kështu sfiduese, mundohemi këtë qëllim ta përplotësojmë me ligjëratën tjetër. Deri atëherë, ju rujti Malli Zot e faleminderit shumë.